Aksidenti rënd në Greqi ndron jetë 47 vjeçari nga Tirana. Në orët e parë të mëngjesit të dieshëm në zonën e Peristerit Athinë, një aksident i rënd ka ndodhur ku një taksist shqiptar humbi jetën. Gentian Kamberi, 47 vjeç nga Tirana, drejtonte mjetin taksi me targa TAB 3674 kur është përplasur me mjetin me targa ITK 9340 që drejtohej nga 22 vjeçaria greke Ekaterina Caci. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën shqiptari, ndërsa janë plagosur lehtë drejtuesja mjetit tjetër dhe 2 pasagerë të tjerë që ndodheshin në automjetin e saj. Policia greke ka nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit të rënd.